që prej 2008 nuk kemi pasur punësim. Mosha mesatare e stafit ka arrit 50. Është një trend në institucione njerëz me lëshu punën për shkak pagave e arsyeve tjera në këtë organin e Kosovës, a janë të lëshu punën njerëz? Janë të lëshu punën, por nuk është e theksuar çështja e pagës, me tregu drejt. Kemi pasur raste edhe të pensionimit, kemi pasur të raste të largimit, që përmenda si vjeti kemi 2 raste që kanë lëshu punën për shkak se kanë gjetë punë më të mirë në sektorin publik, në organizata të tjera, që kanë mundësi me u pagu më mirë, kanë pa rrugë karrierës më mirë. A keni shti njerëz punë? A A keni rekrutu njerëz të ri? Po, në fakt jeta edhe një prej proceseve që unë jam jashtëzakonisht i lumtur edhe mburrëm që kemi arrit mas 17 viteve me realizu një proces shumë të rëndësishëm të punësimit, për shkak se që prej 2008 nuk kemi pasur punësim. Mosha mesatare e stafit ka arrit 50. E kjo është një rrezik që ne me shku drejt mundësisë humbjes së ekspertizës, për shkak se dogana ka shumë ekspertiza brenda vetes. Për këtë qëllim, duke përfituar edhe nga një projekt i BE-s, kemi angazhuar një ekspert gjerman. Në fillimisht e kemi pasur përkrahjen prej ambasadës Mbretërisë Bashkuar me ekipën e projektit që kanë qenë për punësime në pozita të larta. Na kanë jap këshilla se si më qas problemet pas një kohë kaq gjatë, e mandej ne kemi viju me një ekspert gjerman i cili për 9 muaj rresht së bashku me neve ka punu që me pas një proces i cili bazohet plotësisht mbi merita, edhe si rezultat kemi arritur që të kemi aktualisht 109 zyrtarë të ri, të cilët janë duke ndjekur trajnimin